çdo pretendim i prokurorisë që vendimi është i kundërligjshëm nuk qëndron dhe vetëm afirmon tendencën politike të kësaj prokurorie speciale ndaj qeverisë Kurti. Mbi të gjithate ashtuquajtura prova të prokurorisë speciale janë mbledhur jashtëligjshëm përmes fituesve që kanë zbatuar urdhrin e prokurorit Valdet Gashi, i cili i ka dërguar në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë pa certifikat të sigurisë. Kjo ndodhi me 1 gusht të vitit 2023, ku 2 polic fitues pa certifikat të sigurisë, pra pa leje për qasje në këto dokumente të klasifikuara sekret, kanë marrë materialin brenda 1 ore në Departamentin e Rezervave Shtetërore të Madrave në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, duke u thirrë në autorizimin e prokurorisë speciale Valdet Gashi. Ne nga MEND kemi denoncuar fituesit pranë Inspektoratit Policor të Kosovës, pra nga në IPK, dhe IPK ka hapur hetim me numër të rastit IPK, thyer për DMA, thyer për 919, thyer për 23 dhe ka konstatuar shkeljen ligjore me veprimet e policëve hetues, duke konfirmuar që 2 policët hetues nuk ishin të pajisur me certifikatën e sigurisë të nivelit sekret. Në këtë raport të Inspektoratit Policor i është kërkuar ushtruesit detyrë të kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale Deri Sufaj që ta udhëzojë Inspektoratin Policor për veprimet e mëtejme për këtë rast. Por kjo çështje është mbyllur nga vetë prokurori Valdet Gashi, bazuar në raportin e tij me numër me referencë pra PPN me numër 143 thyer për 2023 të datës 8 nëntor të vitit 2023. Ne si Ministri kemi dëshmi që e vërteton se me të pranuar raportin e Inspektoratit Policor, prokurori special Valdet Gashi ka pohuar që është në konflikt interesi dhe nuk mund të trajtoj lëndën pasi që vetë ky kishte autorizuar hetuesit, pra policët hetues të merrnin dokumentacionin e rezervave nga Departamenti i Rezervave Shtetërore në kuadër të Mintit. Në ndërkohë, në vend që të aktivizohet në këtë drejtim, prokuroria vendos të me ndjek mua politikisht për të luftuar qeverinë e cila atë dhe shefin e tij Blerim Isufajn nuk lejoi të avansohen në pozita ku do vazhdonin të vepronin në dëm të shtetit e për interesat të ndryshme, duke mos anashkaluar ato të Serbisë, si në rastin kur kanë anuluar urdhër arrestin kundër Milan Radojčić. Për ta përmbledhur, Prokuroria Speciale në krye me Valdet Gashin e Milot Krasniqin pra në këtë rast që na akuzojnë neve, 2 prokurorë këta që kur nuk kanë fituar asnjë rast në gjykatë gjendet në konflikt interesi.